Prishtina Fashion Nights erdhi me edicionin e 25. Ky event mlodhi personazhe nga arti, bota dhe showbizi. Janë paraqitur koleksione të reja të disa prej brendeve më të njohura. E pra secila më e bukur se tjetra. Organizatori Blodin Karagja flet për këtë sukses. Faleminderit ka shumë publik që e kemi pas mrena Prishtina Fashion Night-it, për herave tjera për mdoket dojna me bën stadion e jo mrena, se shumë ka pas jashtë, kritika më e madhe e krejt sfilatës ka qenë që nuk ka pas vende edhe që i kina bu gati 600 karika. 2-3 muj nga merë kohë për mu përgatit, ku bë model dhe i bë event se kanë organizu sfilatën e 25 me radhë, edhe për shpesoj që një konë të nashët me dizajnera të cilët i kemi pas, me dizajnera të shkollave, të studentave, për shpesoj që gjithë shka i falemderoj edhe musafir të cilë kanë ardhë dhe pijartit, edhe dizajnerin të cilë i ka ardhë Vanessa nga Turqia, përveç dizajnerave të Kosovës që i kemi non-stop. Kemi pas musafir nga Turqia që ka ardhë dhe nga Ella Exclusive Hotel për me pa vetëm sfilatën e modës. Nuk munguan as bukuroshe që ishin pjesë e këtij eventi, të cilat dhanë mendimet e tyre duke shpreh emocione para paraqitjes në skenë. E një prej tyre është edhe Rushja Zyba. Rushja u zhduk se është marrë me punë, për ndryshe Rushja të punu me patunshmëri. Normal edhe kohën e lirë hobin me modelizëm, me sfilata, me pasarela, si gjithmonë edhe me mes. Po, prap jam rikëthy, prap këto më keni, edhe gjithë keni më pas. Ajo ka zbuluar se ka pas oferta për të qenë pjesë Big Brother VIP Albania. Pa tjetër që kum pas oferta, po kum pas angazhimet e mia, edhe nuk ku mujt me akceptu si ftesë, se kum pas shumë angazhime tjera edhe prandaj nuk ku mujt me shku. Po, nuk i dihet, ta shohim me këtë vit. E për dukjen e këtyre modeleve që po i shihni, është përkujdesur Valentina, e cila për kamerën e Nzumi tha disa fjalë. Kemi kalu mirë, kam një staf shumë të mrekullueshëm edhe ja dolëm se ishim kogja veta, ishim mbi 18 modele, po falë stafit dhe punës që e bën me shumë përkushtim, ja kemi dalë shumë bukur. Normal që stafi ka një rëndësi shumë të madhe, pas staf unë nuk muj me bërë gjithë këtë punë që e bëjmë. Ka shumë vite që punoj me një staf kogja të madhe dhe jam shumë e kënaqshme me ta. Por cilat janë veçantitë e Valentinës si një make-up artiste tash e një dekadë? Shiku gjithë fillimin edhe ku jam tash, jam shumë krenare, kam arrit shumë sa kam dasht, ato që kam dasht, po pres të arri hala ma shumë. Normal është pak sfiduse, po falë punës që e bajmë me shumë përkushtim dhe i përkushtojmë shumë rëndësi detajave, është e mrekullueshme. Unë jam e kënaqshme, po edhe klientët, çdo klient dohet shumë i kënaqur me punën tonë. Ai më tutje thot se rëndësi të veçantë i kushton edhe dukjes live, duke potencuar faktin që nuk dëshiron të përfshihet në pamje jo reale. Nuk bazohem edhe shumë foto, unë çdo kliente time i tham që mos u bazon foto, po hajde edhe shife punën live. Normal është krejt diçka tjetër në foto, krejt diçka kur je aty në ngjarje të punës. Si vjet ma shumë është grimi natyral, jemi të i kasaj shumë kompleksume, jemi të kthyer natyralja. Edhe çdo klient po është shumë ma i kënaqur me këto. Për të gjithë ata që duan këtë punë të pastër dhe profesionale, ku mund ta gjejnë Valentinën? Valentina Hair Makeup gjendet në Rrugovë të Hasit, në komuna e Gjakovës. Normal të ne rezervohen shumë herë terminet se kemi bën një dekadë dhe kemi klientet e tona që nuk na ndrojnë me vite, edhe secila e ngren njëra tjetrën, edhe terminet bën një kohë shumë të gjatë më përpara. Matrons Fashion Group ishte në këtë organizim kaq unik ku janë paraqitur me fustane të bukura. Jemi të lumtur që përfundoj, sepse vërtet me arrit një koleksion si një event si Prishtina Fashion Night nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë.
Kemi marrë pjesë me fustana Solem, Nusrie dhe Vello. Ne përfaqësojmë Matrans Fashion Group, është gjindet në Ferizaj, është një brand që ka me mija lloje të modeleve, me shumë ngjyra, shumë Vello, fustana Solem, mbrëmjesh, maturësh, kostume meshkuj, gjithçka që i përket një natë glamuroze për qenie më të bukur që është kamë.